Përshëndetje, në këtë video do të flasim për 15 fjali të cilat do të përmirësojnë bisedat tuaja në anglisht. Fillojmë me situatën e parë, kur takoni dikë për herë të parë. Mund të përdorni fjalit që vijojnë. It's great to finally meet you in person. Këtë mund të përdorni ose mund të thoni dikujt që keni dëgjuar për të më parë, pra dikush që ka folur, ndoshta një shok, ose ndoshta keni njohur nëpërmjet rrjeteve sociale, por që nuk i keni takuar ndonjëherë personalisht. I've heard so much about you. Kam dëgjuar shumë për ty, pra. Në njëra situatë, nëse dikush ju ka folur, pra ju keni një shok të përbashkët, i cili ju ka folur për këtë person dhe më në fund ju po e njihni. I don't think we crossed paths before. Këtë përsëri mund ta përdorni në një situatë të tillë që këtë person nuk keni takuar, por që mbasi jeni përshëndetur, domethënë, ç'kemi, mund të thoni këtë dhe ai do të vazhdojë të flasi me ju, domethënë të thojë diçka më shumë. Situata e dytë, kur takoni dikë që njihni, por pas disa kohësh. How is everything going? Pra, nëse i thoni këtë fjali, ai do të fillojë t'ju thojë gjërat që kanë ndodhur me të gjatë gjithë kësaj kohe që ju nuk keni takuar, por që mund t'japi dhe prioritetin e vetë gjërave që i kanë ndodhur. Nuk keni pse e pyesni për çdo gjë, thjesht i bëni këtë pyetje dhe ai do të fillojë që t'ju shpjegojë ose t'ju tregojë diçka që ka ndodhur me të gjatë kësaj kohe. What have you been up to? Këtë mund t'ja thoni këtij personi ose një person tjetër që takoni dhe ai do të fillojë domethënë t'ju tregojë se çfarë ka qenë duke bërë gjatë kësaj kohe. What have I missed? Fill me in. Këtë mund t'ja thoni një shoku ose një të afërmi me të cilin bëni të njëjtat gjëra, domethënë kishit të njëjtin aktivitet ditor dhe keni disa kohë pa u parë dhe ju e pyesni çfarë ka ndodhur, çfarë humba, më trego domethënë të gjitha çfarë ka ndodhur. Pra një person i afërm, por që nuk e keni takuar së fundmi. Kur njiheni me dikë. How did you get into the X? X në këtë rast mund të jetë një emër kompanie, një emër pune, një emër shkolle, kurse diçka e tillë dhe për mos sa pyetur, ku po punon, është më mirë që i thuash si përfundove tek kjo kompani apo tek kjo punë, tek kjo event ose në këtë gjë që je duke u marrë. Dhe ky person do të vazhdojë t'ua shpjegojë dhe t'ju tregojë më shumë për këtë gjë. What do you do outside of work? Kjo është një fjali mjaft e gjetur, sepse është më mirë t'i bësh të pyetje se sa t'i thuash, po çfarë bën me qefti? What gets you out of bed in the morning? Pra, kur njiheni me dikë, mund t'i bëni edhe këtë pyetje për ta bërë situatën më interesante. Domethënë kjo pyetje është çfarë të ngrehet në mëngjes, çfarë ndihesh në mëngjes, çfarë bën. Ndoshta diçka interesante. Edhe kur dëshiron ta vazhdosh njohjen më tej. I'd love to carry this at another time. Këtë mund t'ia thoni këtij personi që sapo keni njohur, por që biseda që po konsumoni në këtë moment mund të duket paksa e egzageruar ose po flisni shumë më tepër se ç'duhet të flisni në takimin e parë, prandaj që mund t'i thoni që këtë bisedë do të më pëlqente që ta vazhdonim një herë tjetër. I feel like we have got so much more to talk about. Këtë mund t'ja thoni duke ja lënë në radhën, domethënë, ose duke ja lënë përgjegjësinë e bisedës personit që keni në krah të tavolinës, që t'ju flasi në lidhje me
situata. We should do this again. Në vend të thonin që kur do ta takojmë prap, i thuaj që ne duhet ta bëjmë këtë gjë përsëri. Pra ju jeni kënaqur që dolët me këtë person dhe do t'ju pëlqente që të dinit përsëri. Leaving the conversation. Pra kur largohesh nga si të largohesh nga tavolina, nga situata. I need to make a move. Pra unë duhet të bëj një lëvizje, duhet të largohem për të shkoj. I'm going to have to get going. Pra mund duhet të shkoj. E vend që ti thuash, unë po iki, më mirë thua në këto mënyra. I've already taken so much of your time. Në këtë rast, ju ndjeni shumë modest për kohën tuaj dhe i thoni që unë të kam marrë shumë nga koha jote, kështu që i bie që do largohesh patjetër. Kaq për këtë video, faleminderit.